Kryetari Ilir, pak ditë para fitores së ardhshme, ngjitet në skenë për fjalën e rastit dhe prezantimin e ekipit më të mirë të Istogut. Kryetar, skena për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Treja të Istogut, faleminderit shumë. Faleminderit ansamblet Selman Kadria, kryetar valli Dyshe. Është vallë tradicionale i Istogut. LDK-ja, edhe besimi në LDK është tradit për Istogun. Vallës Dyshe ose vallës Podgurit që e manë bjeshkën e Istogut edhe ujin, sa radhe me këtë bim, me këtë madhështi, po kanë zënë që pas ka vendos me majtë si Podgur besimin në LDK. Besim që është mjellë të të nëndën, besim që ka kriju marka politikët cilat kur po i përmenin po tentojnë me dhonë dhe dozë kritike ndaj nesh.
Ibrahim Rrugovën, Shaban Monin, Fadil Veratin, Haki Rrugovën, shumë i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dashtën qytetarët e Istogut, nderuar deputet e anëtarët të kryesisë, nderuar përfaqësues të familjeve emblemë të Istogut, të nderuar përfaqësues familjeve të dëshmorëve, të veteranëve të invalidëve. Shumë i dashtën Istog, krenaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga themelimi. Istog, na keni dhonë një eksperiencë të jashtëzakonshme 6 javëve, çka ka me i dhonë energji dhe kuptim plot fitores së 12 tetorit. Qytetaria dhe vendosmëria juaj na kanë treguar se Istogu edhe abesën veç njëherë. Dhe sot jeni këtu për dëshmuar se rrugovizmi është forca dhe identiteti ynë. LDK. Kemi qenë bashkë në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo shtëpi tuaj. E që përpos mikpritjes, kam ndjerë fuqinë që e keni dhënë këtij rrugtimi. Në çdo dorë të shtrënguar ju dhash besën, në çdo shikim kam parë shpresë, e me përkrahën tuaj sigurisht të marrim fiturat. Sepse Istogu nuk harron rrënjët e veta. Istogu i tillë është i njerëzve të mirë, punëtor, zellshëm të përkushtuar, drejt e djathtë. Istogu i tillë është vendindja e presidentit tonë. Istogu ka nderuar ndërën, Shaban Monin jeton për jetësinë e Fadil Veratit, kujton me respekt veprën e Haki Rrugovës. Istogu është edhe metët i Lidhjes Demokratike të Kosovës. E pikërisht ju që e keni mbajtur LDK-n me nder, dinitet, me dashni për të vendin, e për këto e gjithë Kosova e di. Istogu nuk thyhet, Istogu udhëheq, Istogu është i paprekshëm i përjetshëm. Për Istogun trashëgimia politike është nder. Nderi që në ballë keni marrë dhe duke u shërbyer vendin. Bashkohet sot me energjinë e trinjeve që besojnë në po të njëjtat ideale, në punë, në drejtësi e liri. Kjo përgjegjësi për ta kthyer në vullnet. Sepse me listën me të cilën përfaqësohet LDK për Istogun janë më shëmbullore, janë tuajit, janë fuqia juaj vendimorëse të gatshëm të shërbejnë për ju atë çfarë i vlen Istogut. 113 është thirrja për Istogun, 113 është numri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është porta që hapet për t'ju prezantuar me 29 kandidatët më shkëlqyer përmes të cilëve rrugtimi ynë i përbashkët vazhdon. Zoti e bekoftë Istogun, Zoti e bekoftë Republikën e Kosovës, Zoti e bekoftë Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Faleminderit kryetar Ferati. Tani ftoj para jush kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumir Abdigjiku. Luftoj për një dorë trokitje të madhe për kryetarin më të mirë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për Ilir Feratin. Fitore! Shumë dashur e të respektuar qytetar të Stogut, dashur me mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, vërtet nuk ka kënaqësi më të madhe e nuk ka ndjenjë më të fuqishme se sa kur LDK mblidhet në kalan e pamposhtër saj, kur LDK mblidhet në shtëpinë e vet politike, në Stogun tuaj, në Stogun tim, në Stogun e Ibrahim Rrogovës, në Stogun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe i Stogu i Dabanis sot që ka ngrit kam për të dhënë përgjigje kushtrimit të djathtë, kjo përgjigje e juja qenë shumë e qartë, qenë edhe zjartë, kjo përgjigje qenë thjesht fitore dhe asgjë më pak me 12 tetor që në raund të parë, fitore për Ilir Feratin dhe Lidhje Demokratike. I Stogu i Fadil Feratit, i Stogu i Shaban Manajt, i Stogu i Jaki Rrogovës nuk është një qytet si çdo qytet tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës. I Stogu është shpirti i qëndrueshëm i vlerave tona, është besnikëria që nuk është lëkundur për as edhe një moment, është historia që nuk është ndalur as edhe një ditë. Këtu më shumë se kudo tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës është ndjenjë, është shtëpi, është gur themeli i rrugtimit tonë kombëtar dhe sonte e them me plot përgjegjësi se LDK-n këtë bim është në shtëpinë e saj. Këtu në Stog çdo palë zgjedhje kanë qenë manifestim i besnikërisë, manifestim i përkushtimit i krenarisë. Këtu në Stog qytetarët kanë dëshmuar se nuk ka forcë që lëkund besimin e tyre. Prandaj themi LDK dhe i Stogu janë një, i Stogu është histori e lavdisë politike, o Stogu mbetet dhe do të mbetet dhe për 4 vite të ardhshme bastion i pandryshueshëm rrogovist i Lidhjes Demokratike. Dhe sonte nga kjo sallë e mbushur plot, ne flasim edhe për të kaluarën e lavdishme, për të tashmen e sigurt, për gjitha, flasim për të ardhmen e dritur që na pret. Sepse i Stogu i ka dhënë Kosovës jo vetëm mbështetje, jo vetëm besim, por i ka dhënë vazhdimisht udhëheqje, i ka dhënë vazhdimisht vizion e mbi gjitha besnikëri të pathyeshme. Ky qytet, themeli i LDK-s, është garanci e të ardhmës sonë. Dhe në kryet këtij rrugtimi qëndron një njeri i punës e i përkushtimit, një burr i jashtëzakonshëm, i stogas si që ka hije. Në kryet këtij rrugtimi qëndron kryetari tashëm dhe padyshim i arshëm me të parën Ilir Ferati. Iliri ka treguar se si udhëhiqet një qytet. Me mençuri,
me vendosmëri, me përgjegjësinë e qytetarit. Dhe sot çdo stokas dhe jo vetëm e di mirë se ky udhëheqës nuk I ka shkëlqyer. Ai ka qenë me ta në çdo anë e çdo rrugë, sepse për Ilirin nuk ka qenë e rëndësishme propaganda, por e rëndësishme ka qenë puna. Nuk ka qenë e rëndësishme një fotografi, I rëndësishëm ka qenë projekti. Nuk ka qenë e rëndësishme vetëm një fjalë e madhe, por rezultati. Dhe rezultatet e punës së tij dhe të LDK-s janë gjithandej sot në Bestok. Në qendër, në fshatra, në lagje, në rrugë, gjithë sept komunës sonë, Iliri ka bo punë, prandaj me 12 tetor, ne duhet dhe do të bëjmë festën e madhe këtu në Stok. Iliri dhe ekipi ti ka marrë përsipër barën e madhe të veqës dhe nuk është tankuar. A ka marrë përgjegjësinë e madhe të prirjes dhe nuk është fshehur prapa përgjegjësive. Ai ka punuar çdo ditë me çdo projekt, me çdo vendim për qytetin e tij, duke na bërë të gjithëve krenar pafundësisht. LDK është krenare me qeverisjen këtu në Stok. Dhe I Stoku sot ka shkolla më të mira, rrugë më të mira, shërbime më të afërta, sepse LDK dhe Iliri nuk e shohin politikën si një karrierë, por si një shërbim. Iliri e sheh komunën jo si pronë, por si amanet, amanet të Fadilit, amanet të Akis, amanet të Shabanit, amanet të gjithë patriotëve të mëdhenj të këtij ajane. Ai është njeri I fjalës, është I besës dhe për këtë jemi falendërues gjithë. Por nuk mund të themi se rruga deri më tani nuk ka qenë e lehtë. Qeveria qendrore ka tentuar ta bllokojë, ta ndalë. Ministrit kanë mbyllur syt, institucionet kanë kthyer shpinën vetëm sepse I Stoku udhëhiqet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ata kanë menduar se me pengesa mund të ndalin zhvillimin, por gabuan, sepse I Stoku nuk ndalet, sepse kur një qytet ka një udhëheqës të vendosur, kur ka një popull të bashkuar, kur ka Lidhjen Demokratike të Kosovës, asnjë qeverisë mund ta ndajë peng, asnjë qeverisë mund ta ndajë dot. I Stoku ka ecë përpara dhe I Stoku do të ecë përpara, sepse me vete e ka popullin e Stokas, e ka amanetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe Iliri nuk ka qenë vetëm në këtë rrugtim, Iliri dhe sot nuk është vetëm në këtë rrugtim. Pas ti qëndron një ekip I madh, qëndron lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kuvendin komunal. Ju ftoj për një dorë trokitje të madhe për ta burra e gra që do të bëjnë festën e madhe të 12 tetorit. Një listë me njerëz të dershëm, me profesionist nga çdo fushë, me mësues, mjek, inxhinier, fermer, trinetria. Ky pra është ekipi I shpresës, ekipi I besës dhe I punës, ekip që do të çojë përpara I Stokun për 4 vite të ardhshme. Të dashur qytetar, fushata para së gjithash bëhet dhe për dinitet. Diniteti I qytetarit I Stokas është thelbi I qeverisjes së LDK-s. Dhe ky dinitet sot është I sënuar nga një politikë që e shkel kushtetutën, që e përdor pushtetin për interesa personale, që e trajton shtetin si pronë private. LDK në këto momente duhet të tregoj veten, sepse LDK është partia që e ka mbajtur Kosovën të bashkuar në ditët më të vështira. LDK është partia që ka ndërtuar institucionet, që ka sjell lirin, që ka vendosur vendin në rrugën e pakthishme euroatlantike. LDK është partia që gjithmonë ka pasur edhe guximin, ka pasur edhe përgjegjësinë për të marrë vendime të mëdha për popullin.
Prandaj, zgjedhjet e ardhshme lokale nuk janë vetëm për një kryetar komune, nuk janë vetëm për një listë asamblesë. Zgjedhjet e ardhshme lokale janë edhe për fatin e vetë Republikës Kosovës. Dhe unë e di, ju e dini se ISOGO do t'jetë prijetar në ringritjen e madhe të lidhjes demokratike të Kosovës, shpresës parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Sonte nga ISOGO. Sonte nga ISOGO. Nesër nga Namorova, pas nesër nga Lapi, e përfundimisht në Prishtinë të premten, ne do të ngrejmë zërin për një Kosovë të fortë, sigurt, zhvilluar. Nga ISOGO ne e dërgojmë mesazhin se Kosova dhe LDK nuk do të ndalet. Populli i Kosovës do të qëndrojë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe me 12 tetor do të vesojë në sheshjet tua këtu në ISOG për fitoren e madhe të Ilirperatit, LDK-s dhe gjithë Republikës. Ju falenderoj nga zemra, Zoti ju gëvëgoft. Dhe me do përkitje, le të ftojmë Ilirin për bërë prezentimin e ekipit më të shkëlqyshëm që e ka në defesa. Të le fjala për ty edhe njerë. Të në mlejoni që në ndërën më të masët të Pajosh filloj prezentimin e listës tonë fituese, listës fantastike të përbërë për njerëzve profesionist, përbërë për njerëzve syru, për njerëzve që kanë dalë për jush. Përfilloj me numrin 30, Dafin Qetaj. Numrin 29, Bedre Haxhiu. Numri 28, Vintor Zëshiraj. Me numër 27, Arbresh Goshi Mehmetaj. Me numër 26, Faik Alushaj. Me numër 25, Arjanit Selmanaj. Me numër 24, Fatjona Murçaj. Me numër 23, Smajl Comaj. Me numër 22, Hakje Podrimaj. Me numër 21, Rive Vuthaj Bjakaj. Me numër 20, Doktor Veton Kurti. Me numër 19, Sheshet Kaboshi. Me numër 18, Ojshe Gigolli Miraj. Me numër 17, Abedin Haxhiaj. Me numër 16, Rushdi Metaj. Me numër 15, Abetore Sutaj Arifaj. Me numër 14, Faruk Kaboshi. Me numër 13, Arush Shoshi.
Në numër 12, Varbon Bala e Demaj. Në numër 11, Kushtrim Buleshe. Në numër 10, Naim Belulaj. Në numër 9, Iridona Lajshi Avije. Në numër 8, Artan Gjokaj. Në numër 7, Enver Rugova. Në numër 6, Merit Muzia e Gjyqi. Në numër 5, Abedin Gavosi. Në numër 4, Agon Dreshaj. Në numër 3, Orta Balaj. Në numër 2, Dr. Nen Shatri.